Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak Alba Pollozhanin, daljen e Albës nga shtëpia e Big Brotherit, edhe takimin me Limin. Unë e di që të gjithë jeni kureshtar, të dini se çfarë po ndodhë në jetën e Albës, si kanë rrjedhur gjërat, si shkojnë gjërat në jetën e Albës, me përditshmërinë, me dashurinë, ku bëhet ajo dhe çfarë po ndodh me të. Alba Pollozhani, një nga banoret më stratege, një nga banoret më të suportuara të Big Brother VIP Kosova, sot është jashtë. Jam i bindur që në momentin që Alba ka dalur dhe ka parë se çfarë dashurie ka patur dhe ka parë se çfarë respekti ka konsideruar nga publiku, ndoshta edhe është penduar. Unë do ta quaja shansin e dytë në fakt që Alba kishte në jetë për të qenë fituese, siç ishte në fermën VIP, në fakt një ndër banoret më të komentuara, më të preferuara, një ndër banoret që krijonte debate, dinamika, diskutime, ashtu ishte edhe në Big Brother VIP Kosovën. Domethënë u shndrua realisht në fenomen, publiku e dashuronte, hyrja e Limit e ndihmoi, suporti që i dha Limi, domethënë banorja që kishte 5 bileta të kthimit që në fakt nuk e respektoi lojën e saj, ishte Alba, banorja që në fakt nuk duheshte të mërzitet më në asnjë pikë për lojën, por duheshte ta shijon eksperiencën e saj në Big Brother, se me 5 bileta kthimi ishte e vetmja banore të cilës ja dha Limi. Alba nuk është shfaqur në rrjetin e saj social Instagram, nuk ka postuar asnjë fotografi, nuk ka postuar asnjë video, qofte edhe një diçka për falënderim për të gjithë atë publik që e ka dashur, mbështetur, e ka suportuar në ditët kur Alba ishte pjesë e asaj shtëpisë. Domethënë nuk kemi asnjë lloj lëvizje nga ana e Albës. Informacionet janë të pakta në fakt që fliten për Albën. Siç duket, Alba e ka përzgjedhur që të qetësohet njerë psikologjikisht, sepse ka kaluar kriza jashtëzakonisht të rënda emocionale brenda asaj shtëpie, kriza të cilat Albën e çuan drejt vendimit më të vështirë që ajo të merr vendimin për t'u larguar dhe për ta lënë të gjithë këtë emocion në këtë pikë, domethënë për t'i vënë vulën kësaj gjëje, për të mos e vazhduar më, por unë kam siguruar informacione që Alba dhe Limi nuk janë takuar publikisht, domethënë në Tiranë, por janë takuar në apartamentin e saj. Alba ka kthyer në Tiranë, nuk ka qenë pjesëse e talkut, nuk ka qenë pjesëse e emisioneve të Big Brother, derisa ajo të gjej qetësinë dhe të rimerr veten. Nuk do të vazhdon më marrëdhënia mes Limit edhe Albës, sepse Limi e ka thënë edhe në për intervista të ndryshme që gjithçka që ka ndodhur brenda asaj shtëpie ka qenë në kuadër të lojës, që nuk kupton edhe e ka nxjerr deri diku keq Albën, dhe gjithçka domethënë u mbyll aty ku u nis. Gjithçka ishte thjesht një eksperiencë në këtë shtëpi. Unë uroj që Alba të mban vendimin të cilin ajo e kërkoi me shumë ndjesi, në fakt një kërkesë që nuk u respektua fare nga produksioni. Alba natën që doli nga shtëpia, ju e dini shumë bukur, kërkoi një mundësi nga produksioni që të vente një shami, domethënë të mbështjelleshte, të ktheheshte në drejtimin që ajo dëshironte të merr, pasi që shpirti i saj kishte parë dritën, ishte ndriçuar, ndjesia nga ana e Zotit pa e paragjykuar, se nuk ka pse të paragjykohet për atë gjë. Albës i kishte ardhur që Alba duheshte të vë shami, por një gjë që në fakt kjo gjëja çuditërisht nuk u duar trokit edhe nuk u mbështet as pak nga produksioni. Domethënë u alarmua si gjë, u komentua, u përfol brenda shtëpisë së Big Brotherit, u dhanë mendime të ndryshme nga opinionistët, nga banorët, dhe më në fund domethënë e gjitha gjëja mbeti pikërisht aty. Alba nuk foli më gjë, produksioni shkoi në publicitet dhe nuk u sqarua situata se çfarë do të ndodhen. A do të vej Alba shamin apo nuk do të vej Alba shamin? Dhe çfarë do të ndodhen më tej? Gjithsesi, Alba ka përzgjedhur një herë pikë së pari që të jetë e qetë. Tek pjesa e shamis, unë dua të jem koherent, gjithmonë e kam thënë, është e drejta e saj.
nuk e besoj që Alba e ka patur për loj pjesën e Shamis, sepse Alba e ndjente jashtëzakonisht shumë për ta vënë këtë Shamin. Marrëdhënia me Limin, jashtë shtëpisë së Big Brotherit, me informacione që kemi deri më tani, do me thënë, nuk është se ka vazhduar dhe nuk do të vazhdoj, sepse edhe Limi vete mbylli këtë marrëdhënien. Ndoshta Limi nuk ndjeti sigurt në marrëdhënien me Albën, në ndjesinë me Albën, por çfarë bëri Limi për Albën, nëse shtrohet pyetja, Limi i ndihmoi në lojë, e suportoi në lojë, dhe Alba u shndrua në një fenomen, sepse e mira e të keqes, në këtë rast Dolçja, që është e mirë për Albën, Albës i dha një super support të madh brenda në lojë dhe publiku filluan ta duan dhe ta duartrokasin, por mendoj që Alba nuk diti ta logjikon siç duhet situatën, nuk diti ta sheh me syrin siç duhet atë situatë dhe normalisht dështoi, u revoltua dhe u largua nga shtëpia e Big Brotherit.